Eja du me pas mangat, eja mos me bajinat, se janë qokolat. Eja në vëtënat, eja du me pas mangat, eja mos me bajinat, se janë qokolat. Eja në vëtënat, eja du me pas mangat, se jam qokolat. unë jam qokolat. Zonja dhe zotri, sa që të ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'juajnë në Odeon mirë mbrëma zotri Naim Mabazi. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar. Ku do që të jeni, nga do që të jeni. Ka ja ku jemi bashkë përsëri, jemi në këtë të shumë së bashku me ju, edhe nesër e diel në mëngjes, në ritransmetimin e spektaklit tuaj Odeon në Radio Televizionin 21. Edhe sa do të kemi shumë shkabukë, edhe do të jemi koshient që të mundohemi në vazhdimsi të jemi pranë edhe dëshirave tuaja, por edhe vetë kultivimit të vlerave të mirëfillta, kulturore, burimore, të krejt asaj çka e përbën një shesh si që është ky Odeon, që është trashëgimi 3000 vjeçar. Edhe që shesh do të këshim sa në bukur sante, e bukurave që fillon me një atmosferë vjeshte, me një liqet të bukur këtu, me një ngrohtësi që na ofron o gjaku atje, e që mihria ndihet mirë, dhe me shumë qka të bukur tjetër, Edhe në momentin kur i vendos duart në bel, une e kërkoj vëmendjen tëne, por jo vetëm. Vëmendjen teme e ke marrë! Sepse në dua ta falenderoj fatmirësisht të nderuarën Dianën, e cila ka realizu këtë fustan të mrekullueshëm dhe unë po ndjem, po shkëlqej, po ndjem shumë mirë. Po ndjesh mirë. Po, kurse flokët për kaq shurrelat e mia, shumë e falenderoj zonjën Selvete, kodra trimave këtu në Prishtinë. Shumë faleminderit të dyjave, Dianës edhe zonjës Selvete. Apropo kësaj le të falenderojmë nga zemra gjithmonë sponsorët tanë, ata që janë suporti ynë i fuqishëm, që janë mbështetja ju në mirë, që jemi bashkë këtu prapa kuintave, në skenë, me spektatorin, me telespektatorin, të gjithë kështu një brigadë e madhe realizatorësh të këtij spektakli që quhet Odeon. Sa për veshjen time dhe për bukurinë time është për kujdes vetë Zoti. Ecim pa humbur kohë. Pa filozofu shumë këtë javë, edhe pse ky vend ka shumë nevojë për filozofi të thjeshtë e të kuptueshme. Zgjedhjet kanë kalu, Naim? Jo, po nuk lidhet. Djelja shkoi me votimin e balutazhit? Nuk ka përfunduar çdo gjë me zgjedhjet, sepse absolutisht krijojmë gërçe, ngulfatim njëri tjetrin, sillemi absolutisht me një lloj supremacie sikur ja futi ky këtij, po ky këtij. Kjo është si t'ja fut vllai vllait, motra motrës, baba agjës, në një familje krejt kjo. Edhe duke u krenu, sikur po bëjmë gjë të madhe në një vend më të vogullin dhe të çliruar të fundit në Evropë. Duke mos e ditë këtë, duke mos e kuptuar se është tepër e rëndësishme. Sikur se një nxënësi në klasën e parë që ti thuhet, mëso se duhet ta zësh diturinë edhe jetën se ti je i vonuar se dikush i ka kryer 200 klasë te sot. Dhe është tepër e rëndësishme ta themi prej këtu që shqiptarët ka nevojë që të unifikohen bashkë, nuk ka nevojë se kuptoj pse gjendet gjithmonë. Duhet të gjendet një armik që të zhvillohet jeta. Duhet të gjendet një kundërshtar që të zhvillohet jeta në këtë vend. Në vend se të gjendet një bashkëpunëtor, një bashkëpunues, njëri me tjetrin. Unë ofroj një vlerë, ti ofron një vlerë tjetër. Unë jam i prirur dhe kam shumë dëshirë t'i quaj vlera të gjitha partitë politike. Po cilat parti? Që ngulfasin vendin, që bllokojnë vendin, që nuk e zhvillojnë vendin, dhe që për fat keq janë monopol mbi jetën tonë. E që kjo gjë absolutisht nuk duhet të tolerohet nga masa e gjerë. Jo vetëm përmes zgjedhjeve. Në momente të këtilla masa e gjerë duhet me dalë dhe me kërku të drejtën e vet. Cilën të drejtë? Për një jetë të bukur, për një jetë me progres, për një jetë të avancuar, ashtu siç e bën Evropa, siç pretendojmë që jemi. Pasha Zotin ku më folë ma shumë të në për me nësë me humë shumë kohë dhe sa më tonë,
A të ftojmë ato dyja që na sjellin gaz dhe humor, edhe me një propozim, ndoshta i shkon mirë me formu një parti politike, se na myte me çdo parti. Artistët, jo pse ju myta unë, ju mytën ata. Që na myte. Se une? Po çdo emision të për na parti. E për mos me na myt. E me na arë këtu, e me na sjell gaz. Përmes humorit e satires, alegorisë, artist lëkut të tyre i ftoj në skenë, Daden Hyr dhe Kulen. Dyqysh ketë lule, krejt je bo dzizëm, po ti ma shumë për dzizlën ti, se që për dzizlën fustoni. Faleminderit. Pasha zotin. Ullu, hash zhaldën, hash baldën, qysh jeni? A një dhur? Valloj që kjo mihria për shkelqen ma shumë se fustoni. Allah hile. Allah hile, Pa po. vë ti kush poshtë, kush nalë. Po që shtu me dzizë ashkën kjo punë. A di qka? Kjo është një përshtat mihris. Mihris, A të shek? Neve nga ka Se falë di qka po më lunë Gjyna ni. Po pra. A di li qysh? Thojnë që se cilë pej neve e ka një kopje dikun në planet. Po, e ka. Ama unë apet po menoj që unë jëm unikat. Pse keshe? Pse shans nuk ka dy herë me lind që si baksuzi. Më mire kje t'ive. Po dhe? Jeta është e tilë, jeta është që shto. Ha. Me shumë sakrifica, zbatica. është po të livrit Po mikrofoni. më livrit mikrofoni, se di qa u bu, di qëta shke mirë. Allah po të livrit. Ja po livrit, valla. Di qka duhet me livrit. Po ma një mikrofoni se qeveria që po në livrit. Ja po. Eh, Thash e tila jeta. Me sakrifica, zbatica e batica. Sakica, Teshlica. teshlica e me shalica, me bola dhe balica. Për që ata kom me dosh me duri, deri sa edhe durimi më thët, bëllë se më tanove edhe muhe. Une hypa mumat, po këshyri edhe unala. Ja kom shumë të runë kry, ja kom shumë gurë në veshk, ndryshe nuk më isha me arsyetu peshen. Sa jo para. Ku ka për ki lajkia? Po de, Une probleme këtë emir, pse? kisha vesh une me të mrenshme, të qipkës, Po, e me atë mantillin seksi për mi, a din pelerinën që është. po, E me prit burin, kur kish hiaj, a din me siguri, kish thonë, Batman, qka ka son të përdor? që the përdor. Ja jënë shtrejtu senet, ja frigiderit të mi hongër senet, Njona po ma pa. hanë harqin, tjetër s'ka. A unë e të thënë, zamër, sonte, qka dush ki për i me zgëth, qka dush për i me e? Oh. Aj, për i me a, thash për një me. Tha, anja për ma jepja stokin të në ti mere temin. A muë, para që ta mulli brëndhimet me pi, Pse? po i kam 100 dhimt i shkreti s'kish dit ka me shku. Unë e ti thënë, bën ofer e priznate që ti ishe dosh me konë gru. Tha pse, tha unë me konë gru? Thash qysh pse, për natë për dhem kryt. Pedin ti? Po de, pidhem kryt. Maroj krejt. A unë definitivisht ju bëj thirje, halëve edhe problemeve. Bëni bre vlla zbritje 50% se jam klient i regull. A unë ti thamë, zamër, qysh si gojte bobës tënë heq. Ha, Pse? Thash se baba jëtë, Rahmetlia ka thonë,
sekreti për martesë të lumtur është, Ha, ditën e parë, ajo ka të drejtë. po, Ditën e dytë, apet ajo ka të drejtë. po. Ditën e tretë, unë jam fajtor. A unë jëm lodh, besëni që jëm lodh, të i gu gjinjen, mos hani këto, mos hani ato, mos hani këse, mos hani ase. O, veç që mut mos hani, se krejt tjera të knaqen. Balbirit e parë. Po dhe? Nga mërit diçka të kallëzaj. Po, A e di që shë ka ebë një gruja që s'ka burë. qysh. Lumë të rije ose fatë bordha. E buri që s'ka gru. Jas di. Ymer. A di qka thëmë unë? E, Jeta është si rentakar. Qysh e ki marë, ashtu dhe ki me këthy. Për ata mos u nal as në për gropa. bravo, notën e një. Kemi kaluar në një moment tjetër, e kemi mysafir profesor doktor Bujar Gjikolli Musher. Si profesor? Mirë je? Si është orari ju që i fundës? A që morar? Mirë ki, pyetje mirë. Kur po thoj 24/7, unë e tham, i njoh dy njerëz që punojnë 24/24. Naima Bazin edhe Bujar Gjikollin. Po, falenderit jam inderuar që më krahason në Ja, krahasimi duhet ndryshë në drejtim tjetër. Na njihemi edhe dim sa punon, po dua të theksoj që është kënaqësi të jem në emisionin e 666, është jubilar dhe privilegj për ne. Faleminderit shumë. Realisht, do të njohë edhe 52 tjerë, se 52 emisione i kom pas në RTK. Kur kemi filluar 21, e kemi shkruar në YouTube dhe realiteti bjen 718 me radhë. Kështu si Odeon deri më sot, edhe jam shumë i lumtur që të kam ty musafir në këtë emision. Profesor i nderuar, na kemi një sebeb shumë të mirë që të kemi musafir në këtë javë. Unë në anoncimin fillestare kisha që kur flet shkenca, duhet të dëgjojnë të gjithë. Sepse absolutisht veç shkenca ka qu këtë botë deri në këto nivele. Po shkojnë edhe pak në Marse, në Hon jemi konë, po eksplorojnë botën, kështu në... Krejt kjo si rezultat i asaj shkencës që bëjnë njerëzit në laboratoriume, që bëjnë fakultete, në universitete, në... Unë të kam pas musafir edhe më herët, por këtë javë Prishtinës, Kosovës, i ndodhë diçka e bukur. Si ta quaj, simpoziumi i 20 me radhë. Jo, është i 5 me radhë, po 20 vjetori implementimit projektit. 20 vjetori implementimit projektit e i 5 me radhë i KOMC. Po, Kosovo Open Medical Club, ne bashkëpunojmë me American Austrian Foundation, Open Medical Institute në Salzburg. Kjo është një projekt që ka filluar me 1993, e ne nga 2005 kemi arritur të asillim në Kosovë. Profesor i nderuar, që t'ja sqarojmë opinionit tonë, në realitet çka është KOMC? KOMC. Ne bashkëpunojmë me Open Medical Institute. Që është në Salzburg. Në Salzburg, dhe këta bashkëpunojnë tani me 138 shtete, e në 2005, kur kemi filluar ne, kanë qenë më pak, edhe ne është dashur të identifikohem me disi. E ideja jonë ka qenë, ne t'jemi Kosova, Open Medical Club, klubi i hapur mjekësor i Kosovës. Të jemi pjesë e zinxhirit të klubeve dhe instituteve të hapura mjekësore nga bota. Si lindi kjo ide? Këtu e 20 vjet më parë. Në fakt, ideja ka lind më shumë se 20 vite më parë, për fakt që unë kam qenë në Sarajevo në specializim dhe kolegët nga atje shkonin në Salzburg për edukime, por unë s'mund të aplikoja se nuk isha shtetësinë e pranum, si Kosova. S'na kishin pranuar le? Jo, edhe shkrua, fillimisht instituteve tjera, përgjigja ishte jo, dhe duke më refuzuar se cili unë hypja më lartë, dhe arrita deri te Michael Deck. Michael Deck ishte? Amerikan, që ka qenë drejtori i programit për Diagnostic Imaging seminaret. Dhe unë i shpreha interesimit, thash unë jam kështu, por unë dua të marr pjesë si kosovar.
Ndryshe nuk mund të aplikoj, se unë s'kam pasaport tjetër, por të Kosovës. Dhe kështu, ati i lash përshtypje dhe e hapi muhabetin në bisedën për neve në bordin ku ka qenë edhe Wolfgang Aulitski dhe Catherine Aulitski, të cilët pastaj miratuan kërkesën e tij t'ja bëjmë qarën këtij djalit dhe të hapet për Kosovë mundësia që të aplikojnë drejt për drejt, jo për me shteteve tjera çfarë insistojnë atë kohë dhe kështu filloi iniciativa. Po për të realizuar pastaj praktikisht këtu, fillimisht ata ja dhanë Kosovo Academic Services, Ibrahim Gashit, vitin e parë, e pasi që këtu nuk ka pare, Ibrahim Gashi ishte shumë i zanun, ma tha Bujar Meretiv edhe implementoj tjek i sjell projektin edhe vazhdoj. Ibrahim Gashi, rektori? Jo, Ibrahim Gashi ka qenë udhëheqësi Kosovo Academic Services në Amerikë, Ebi Gashi. Edhe për çka e gjithmonë e theksoj që ai ka implementu në fillim. E ka nisë, e ke nisë ti, po e ka implementu. E ai më ka shpreh mirënjohje që unë kam nisë dhe ma ka kthy mundësin të vazhdoj, se unë s'kam kohë të merrem, me këtë kam obligime tjera dhe pastaj ne e kemi marrë, por projekti implementohet prej 2005 e tash kemi arrit në vitin 2025 dhe kremtojmë 20 vjetorin implementimit të këtij projekti, gjatë së cilit ne kemi mundësuar 539 pjesëmarrje të mjekëve kosovar në seminaret e Salzburgut, si komponenta e hyrëse e trajnimeve. Do më thonë gjatë këtyre viteve 539 mjek thjesht kanë qenë pjesë drejt për drejt. Po. Parim me disa mjek kanë qenë disa herë, kështu që këto janë pjesëmarrje dhe si të tilla në fakt për numrin e mjekëve që kanë shkuar atje, kalkulohet për numrin e mjekëve që ka Kosova i bën që ne kemi mundësuar 9.8% të mjekëve kosovar të marrin pjesë në këto seminare. Më pak se 10, domethënë afër 10-shit. Në seminaret një javore që mbahen në Salzburg, ku ligjerojnë edhe austriakët edhe amerikanët dhe ekspertët, fjala është, dhe 47 mjek tanë kosovar kanë qenë në trajnime një gjë në 3 muaj në spitalet e Austrisë, do të thënë hands-on trajnime për procedurat për cilat kanë aplikuar, dhe si komponente tretë ne kemi pas të drejtë të iniciojmë të vinë ligjeruesit nga programi që mbahet në Salzburg, ta mbajnë një pjesë të saj në Kosovë dhe kështu kemi filluar në 2008 të bëjmë simpoziumin e parë satelitor të mbajtur në Kosovë. Temë ka qenë stroku, domethënë infarkti në tru dhe trajtimi i stenozave të arterë karotide, që në atë kohë ka qenë në patronatin e presidentit Sejdiu. Pastaj kemi bërë edhe seminare të tjera dhe tash për herë të 5 mbahet në Kosovë. Në realitet, kjo është, si ta quaj, edhe një lloj kongresi i njerëzve, ekspertëve të lëmisë vetë, që internacional, me numër të madh, 138 shtete, e që ju edhe përmes lidhjeve satelitore mund të mbani këto workshopet, workshopet, takimet, kongreset tuaja, prezantimin e punimeve dhe sa ka ndiku këto në keni mujt me vrejt në cilësinë mjekësore në Kosovë, do më thanë 539 kena? Po, pjesëmarrje. E keni vrejt një lloj avancimi në cilësinë mjekësore në Kosovë në këtë drejtim? Patjetër që kemi vrejt, në fakt ju e vreni, cilët janë emrat kryesorë sot në mjekësi. Dr. Fisnikur Shumliu, Dr. Sharina Limani, Dr. Lavinot Shahini, Dr. Qerim Kida, Dr. Edmund Halili, e shumë të tjerë që kanë qenë atje, edhe sot këtu kontribojnë me punën e tyre. Do të thënë, ata kanë përfituar nga trajnimet, ne kemi sot edhe trajtimin e aritmisë, me ekipin që ka formuar Dr. Edmund Halili. Ai ka qenë fillimisht atje i ka bërë këto procedura, ka qenë në trajnime 2-3 herë. Është trajnu, i ka mësu, ka marrë bazën, pastaj kemi mjek të tjerë në ORL që kanë qenë, kanë pa procedurat spari, pastaj kanë bërë. Unë vetë kam qenë në Christian Doppler klinik një muaj ditë në trajnim dhe pra atë kam pas atë idenë ta bëjmë strokun, të bëjmë radiologjinë intervete në Kosovë dhe procedura tjera. Kështu që këto reflektojnë se dallimi mes këtyre komponenteve edukative që i mundson dhe hulumtimeve që i mundson ky program në Salzburg është se këto janë të afatshkurta, me qasje të shumë fisht, multifaktoriale dhe me mentorim të nivelit të lartë.
dhe dhe janë fleksibile. Do të thonë japet liri edhe mjekëve, edhe edukatorëve që të zhvillohen e jo si ka qenë ose si është në shtete fikse, gjata, pa mentorim, pa bazë, edhe plus me këto kemi thuhet anglisht state of the art. Do të thonë mundësia qasjes, mundësia e transmitimit të dijes, mundësia e ushtrimit në nivel më të lartë. Në disa prej seminareve ushtrohet brenda në fantom dhe ja procedurat gjatë këtyre trajnimeve të ushtrojnë vetë mjekët. Aty do të thonë diçka që nuk mund ta bëjnë dikun tjetër. Një farloj trajnimi dhe një farloj mësimi shumë intenziv, a? Po, shumë intenziv. Kam pas raste një herë që më ka thirrë dikush, po thotë më kiçun burg. Se atje fillon 8, në ora 10 pauza, bëhet evidentimi, fillon deri në drek, madje evidentimi deri në 5, çdo ditë prej 8 deri në 5, plus prej 5 deri në 7, secili pjesëmarrës ka me prezantu punimet e veta dhe kështu është mjaft intenzive. Edhe është shumë e mirë. E bukur, e shkurt, e shpejt, e suksesshme, edhe pastaj edhe e vazhdueshme, se kontaktet sigurisht vazhdojnë. Këta mjekë që shkojnë, trajnohen, përgatiten, tash veç e mojnë në vazhdimsi, sigurisht janë në trend të zhvillimeve të kësaj lamie. Pikërisht e kisha një pyetje në histori të suksesit veç mi përmend kështu disa nga doktorët që krejt aty në qka ju esim bërsh pej 539-ve ju kërkojnë falje po i dorë trokasin prej shko absolutisht po Kosova sa ka mujt paka shumë me u dukt në këto paraqitje ndërkombëtare do më thonë këta emra, këta njerëz a kemi shku me punime shkencore? Po shkohet se cili pjesëmarrës atje prezanton diçka. Edhe aty është një frym pozitive në qëndrimit një javor mes ekspertëve, mes mjekëve në trajnim që shkojnë dhe me ekspertët që vinë dhe mbajnë ligjërata, qëndrojnë në të njëjtën shtëpi. Shtos Arenberg është një kështjell me kushtet shumë të mira dhe bëhet shkëmbimi i njohurive. Po në anën tjetër përveç lidhjes që bëhet, e tha që më herët, ky rjetërzimi, networking, bëhet edhe stimulimi që prezentimet janë më të mira dhe në fund bëhet deklarimi kush ka prezentimet më të mira, si edhe kush ka bërë pointime në teste, se kur shkon e ki një test, pri seminar test, dhe me thënë një testim para seminarit dhe e ki një post seminar test edhe shiqohet kush ka bërë më së miri edhe kush ka bërë kërcimin më të madh të pikëve nga kur ka shkuar dhe kur ka përfunduar seminarin. Rrihet shkolla e progresit individual njeriu. Ka shumë kosovarë punimet e cilëve janë shpallë më të mirat, por ka edhe shumë prej nesh që kemi pas 100% testin e plotësuar. Domethënë ato deklarohen, japin një simbolik, një Mozart Kugëll ose diçka një dhuratë simbolike vetëm për të stimuluar bashkëpunimin dhe garën mes mjekëve, competitiveness, edhe një krenari me vete, për prezencën tonë dhe për suksesin. Sa është të rëndësishëm komponenti i kthimit të dijes? Pra, që të mjekët e trajnuar, pastaj e kthejnë e zbatojnë këtu në vend. Këtë dije. Në parim, motoja e seminaret të Salzburgut dhe vetë projektit Open Medical Institute është brain gain, no brain drain. Do më thënë të përfitohet dituri dhe mos të rjedhë dituria, mos të rjedhë truri nga vendi, kështu që njerëzit mos të kërkojnë të shkojnë në Evropë, të qëndrojnë për të aftësohen dhe të kthejnë të sjellin Evropën në vendet e tyre. Për 2 ditë, kjo ngjarje ndodhi në Kosovë dhe është një moment i bukur, është sikur ta sjellësh një takim të niveleve më të larta, apo në segmentin e tij, tani këtu në këtë segment. A ka lamit të caktuara strikte ku i qeni doktorët apo lamit të ndryshme? Në parim bëhen 35 deri në 45 seminare në vit, çdo javë. Çdo javë edhe për secilin ne mundohem të kemi përfaqësues nga Kosova. Nuk arrim ndonjëherë se konkurenca është e madhe, por në ndër vite kemi dërguar nga 15 deri në 45 pjesëmarrës nga Kosova për këto seminare. Kështu që shkojnë në lamit e interesit, domethënë aplikimi është i hapur, domethënë është kryer me 30 tetor. Aplikimi. 30 tetor është aplikimi dhe tash unë do t'i marr intervistë gjatë javës së ardhshme
aplikantët e prej tyre do të përzgjedhim ata që janë më të mirët për të shkuar në seminare që kanë aplikuar, duke filluar prej neurologjisë, kirurgjisë fëmijëve, pediatrisë. Për çdo vit ndryshohen kurikulumi me seminare të ndryshme, por baziket janë gjithmonë aty, por programi është gjithmonë ndryshe nga viti paraprak. Dhe çka është më e bukur se këto ligjërata edhe incizohen dhe postohen në internet. Dhe ti mund të kesh kodin, ne fitojmë të gjithë një fjalë kalim dhe mund të qasemi në 3 vitet e fundit në gjitha seminaret, pa shkuar atje mund të ndigjojmë ato. Në mënyrë që pasurohet dituria. Do të thonë, hapur është për të gjithë pjesëmarrësit, për të gjitha fushat, varet për interesit të mjekëve. Kur ne po flasim, regjia na ka dhënë edhe pamje nga hapja Sulim, nga paraqitja juaj, po nga prezenca e profesorit amerikan që quhej David Trost edhe profesoreshës Çeke, Petra Shterova. Dhe tash ata janë pjesë e bordit, janë edhe profesionist që prezenca ty në shumë e rëndësishme, apo? David Trost, fatbarësisht, është drejtor i programit Diagnostic Imaging. Pas Michael Deku, David Trosti është, ndërsa Petra Shterova ka qenë pjesëmarrëse sikurse une. Dhe jemi njoftuar aty dhe pastaj unë i kam sjell këtu në 2013 edhe Petrën, edhe Katiuska Casares nga Meksiko dhe Marion që kanë qenë musafir, kemi pasur musafirin edhe nga Lituania dhe nga Maqedonia që kjo është arjetëzimi që krijohet aty dhe miqësia, vini në Kosovë me ligjëru, po vim, hajdeni të ndihmojmë, të ngritim. Edhe Petra ka pranuar edhe mje nga Kosova që i kam dërguar atje në trajnim për doktoresh Edona, edhe në shtëpi saj në fakt në vend qendrën ku punon, kështu që ky bashkëpunim është i hapur, edhe është kënaqësi ti kemi ne këtu. Tash Petra ligjëron edhe në Salzburg. Do thonë është nga Çekia, tash pranohet si ekspert edhe ligjëron atje, e marr në Kosovë për herë të katërt, është kënaqësi. Po është privilegj. Ardhje e dy emrave të mëdhaj, që sigurisht tash bëjnë punë edhe në nivel botëror. Po. Edhe që është shumë e rëndësishme. Çka është prezantuar gjatë këtyre 2 ditëve? Çfarë kemi pas? Nëse më lejon për nivelin botëror, kur më duhet ta shtyp unë CV-n dhe aplikuar për akredituesen dhe akreditimin e seminarit në OD, unë duhet i fshi disa faqe të David Trostit, ka 40 faqe CV-n, me punime, me pjesë, me revista dhe kontribute që ka kapitull në libra që ka shkruar, 40 faqe i ka, domethënë është një ekspert i niveleve shumë qarta. Dhe vjen tek ne. Dhe dua të theksoj që 2019 nuk kam menduar ta bëj dhe më thret ai në fund 2019 sot 2013 më kithir, 2016 më kithir, 2019 s'po më thirr. Ai edhe nuk diçka me mua. Po shoj e bëjmë 2020, pastaj e bëjmë 2021 se na për shkak Covidit u shty dhe kështu është kënaqësi ta kem. Çka ka ndodhur gjatë këtyre 2 ditëve në Prishtinë? Në kuadër të këtij simpoziumit, a quaj, po. Në fakt ato ligjërata që i mban në Salzburg i kam bërë këtu dhe më ka dhënë disa mundësi të zgjedh. Dhe nuk desha të jenë ligjërata të thata, ndonjëherë tingëllojnë të thata, por shumë të rëndësishme, por desha të jenë edhe interaktive edhe ta ndaj përvojën. Domethënë ai ka prezantuar procedurat minimale invazive të rralla, të pazakonta, unusual, ku ka qenë sfidë, që në mënyrë që të gjithëve të ndaj përvojën, të ndaj diturinë, se ne kur të bëjmë diçka, ne shohim vetëm qëllimin, por nuk shohim çka mund na pret anash. Edhe kur ndodhen ato, atër si t'i zgjidhim. Po, si të veprohet. Si të veprohet, domethënë kjo është shumë e rëndësishme. Ju e shihni edhe në kompjuter thotë tips and tricks. E këto janë udhëzime të cilat ty të pasurojnë se si me ardh deri te fundi i suksesshëm, se nuk ka procedurë mjekësore që nuk ka komplikime. Gjithmonë mund të ndodhen, po është si t'i zgjidhim ato edhe cilat janë sfidat. Në anën tjetër ka ligjëruar edhe për rreziqet në fushën magnetike të rezonancës magnetike, në detalet që asnjëherë më parë se kemi ndëgjuar këtu, do të thonë është bartje e përvojës, është atashme, po është edhe Petra Shterova edhe ka pas prezentimet për përdorimin ultrazanit në gjarat e imta që janë me nerva, pastaj për gjiun të arriturat më të mëdha, mirë po nuk kanë qenë vetëm këto, kanë qenë edhe ekspertët tanë më të mirënjohur me prezentime fantastike, kanë qenë doktor Dauti, ka pas një doktor Daut Gorani. Gorani, po ne doktor Dauti, më falni, ne jemi miq edhe shok,
edhe ai ka prezantuar një rast, një komplikim që e ka pasur në punën e tij dhe si e ka zgjidhur në kushtet që i kemi ne. Natyrisht, në Shtetet Bashkuara kanë edhe mjete që kushtojnë 5.000 euro vetëm me zgjidh komplikimin, po doktor Dauti me shkallësinë e tij, prezantimet fantastike të doktor Fisnikut, të doktoreshës Rina, Limanit dhe Sahiti, Driloni, doktoreshës Flaka, prezantimi fantastik i sa ardhmërisë të vijë në Kosovë në ditët sonë, kështu që prezantimet kanë qenë fantastike. Do më thonë, edhe këtu kemi pak krenarit të nevojshme, që i kemi njerëzit tonë. Kur frigohemi për jetën tonë, për shëndetin, themi, jo, i kemi këtu, i kemi ata, që kujdesen edhe për ne. Po përvoja shumë interesante, edhe të doktor Trosta, edhe të Petres. E bukura ishte që e pash që edhe patet përkrahen edhe dekanatit, të dekanit, të përdekanës, do më thonë, shkenca flistin, njerëzit flisnin, edhe flisnin bashkë, e bukur kjo. Po kjo më sjellë të një pyetje tjetër, 20 vjet punë, për kushtim. Cilat kanë qenë pengesat më të mëdha që i ke hasë gjatë ty në 20 viteve? Pengesa ka gjithmonë. Se i ke pru vendit një gjatë bukur, një gjatë madhe, e cila ka fillu si një përkushtim i juaj që du të shkoj vetë. Po s'unë po shkoj se pasaportën time s'po e pranojnë. Tash, gjatë rrugës, shisa gjërat bukura bëhen, profesor. Edhe evidentohet që Republika e Kosovës është aty, edhe evidentohet që Republika e Kosovës i ka unë kam dëshirë t'ju quaj më shumë shkencëtar gjithve. Më thonë se ti me doktoret, po kam debules, mjekësin, kështë nuk. Edhe identifikim, edhe identitet shkencor, edhe vull shkencore, edhe dije, pastaj që kthehet në dhe. Sfida ka gjithmonë shumë, se njerëzit nuk shohin interesime në risi. Dhe është rregull botnor i njerëzor që ndryshimet nuk pranohen. Dhe risit më vështirë implementohen, por nuk do të dorëzuar. Natyrisht kemi hasur për krajën e njerëz vizionar dhe kanë hap derën, në faktin edhe e theksoj dhe simpoziumi i parë është mbajtur në patronatin e presidentit. Domethënë kemi arritur që t'i binë nivelin më të lartë, të jenë pjesë edhe për kraje, edhe ndër vite kemi pas për kraje të gjithë ministrave, deri te presidenti dhe zamjes kryeministri ndjer doktor Bujar Bukoshi edhe ai na ka prit, na ka përkrah. Jemi munduar që të jemi institucional. Gjithmonë në 2007 kemi nënshkruar marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë, me Institutin e Shëndetit Publik, Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, pastaj edhe me Fakultetin e Mjekësisë, se këta janë përfitues. Ku shkon në trajnime? Shkojnë mjekë që punojnë në SKK, që punojnë në fakultet. Edhe ata që punojnë në fakultet dhe kanë titull akademik kanë një përparësi në aplikim. Në mënyrë të ndihmohet zhvillimi edhe të stimulohet edukimi edhe gjeneratave të reja. Do të thënë atë edukim që e marrin, ato mundësi që i marrin me ngritjen e mësimdhënësve, atë reflektimi është që baza rritet edhe shpërndahet. Që nuk dua t'i kujtoj vështërsitë, dua t'i kujtoj vetëm rezultatet edhe kënaqësitë që ne i hasim, t'i hapim rrugë gjeneratave. Fatkeqësisht gjeneratat e reja nuk e kujton kur nuk kemi mund të qarkullojmë. Edhe është dashur viza dhe skim financiarisht çdo send është shtrejt në mjekësi kur shkon në edukime me 1000 euro kushton një trajnim. Edhe të sjellim në Kosovë një projekt që ka qenë dritare vetme për edukim për xhepin ton, edhe për të shkuar në projektin më të mirë në botë, nuk ka projekt më të mirë. Fatparësisht këta e kanë rritë tash, kanë qelë edhe një qendër në Meksiko dhe në Vietnam, e implementojnë këtë projekt nga Salzburg dhe në ato vende, por diçka të tillë nuk ka, se është e veçantë, unike është kjo. Unike. Edhe kjo ka qenë dritare vetëm ndër vite. Po fatkeqësisht po i them, edhe tani kanë bërë dritare vetme. Se çmimet kanë shkuar lart në kongrese, pjesëmarrja ka shkuar lart, aeroplanët kushtojnë shumë, mundësitë e mjekëve me paga që i kanë dhe me mundësitë që i kanë janë të kufizuara dhe këto janë shumë të mira. Këto seminaret janë të nivelit maksimal, gjithmonë kurrikullat më të reja, të arriturat më të reja, me ekspert më të mëdhenj dhe të kesh qasje tek ata është diçka që është e veçantë, e vlefshme dhe jam shumë i lumtur që gjeneratat e reja po aplikojnë dhe janë të interesuar.
ngjarje e bukur ishte, bile ishte arsyeja kryesore, se ti e din që mu më ka met në shpirt sillem me pështillem, kur shkoj ka institucione shëndetësore, sidomos në ÇKUK dhe në Fakultetin e Mjekësisë, debulesë vjetër, ngacmim edhe shpirtëror, emocional, po edhe mrekulliu dhe u kënaqa kur i pash që thatë edhe atë prezencë, edhe atë paraqitje dhe këtu. Por në këtë raport, a ke mujt me bën një matje, me qojtë në një matje, ku qëndrojmë neve në raport me vendet e rajonit tek qasja e edukimit mjekësor të avancuar? Ne kemi nivelin që e kemi, fatkeqësisht është më i ulët sa i përket mundësive dhe teknike dhe në vend, bota investon shumë në teknologji, pse Kosova ka, thua se gjitha pajisjet, por teknologjia avanson dhe nuk është lehtë të përcillet. Ndërsa bazën shkencore, bazën profesionale, diturinë dhe investimet në kokë që i kanë bërë mjekët për të mësuar, jemi në nivel mjaft të lartë. Unë e theksoj që kemi mjaft mjekë që kanë qenë me prezentime më të mirët në seminaret që kanë qenë, kemi mjaft mjekë që kanë plotësuar 100% testin, po në anën tjetër edhe mjaft mjekë që ligjërojnë edhe jashtë. Ne kemi të gjithë këta që i përmenda, dhe ata tjerë që nuk i kanë përmendur, po veç mas këta që i përmenda, këta shkojnë edhe operojnë edhe jashtë vendit, ligjëron doktor Qirimi edhe në Dubai që ligjëron. Në këtë raport, gjenerata e re e mjekve, a janë të hapur ndaj teknologjisë, inovacionit, trajtimeve ndërkombëtare? Patjetër. Janë të përkushtuar, e sheh? Po, unë shoh dritë në gjeneratat e reja. Kanë me na zbarë ftyrën, kanë me na ngrit nivelin, patjetër, janë shumë të interesuar të etshëm për dije, natyrisht me artificial intelligence, me inteligjencën artificiale duhet janë të kujdesshëm se nuk duhet varur për tyne, duhet bazën ta kenë të tyre, në mënyrë që ta vlerësojnë se jo gjithmonë vendimet që i merr inteligjenca artificiale mund të jenë më të mira dhe duhet të qenë kritik. Po, inteligjenca artificiale ta shfrytëzojnë vetëm për të dhëna. Edhe me shumë kujdes, a janë të sakta apo jo, se ki edhe mundësi krahasimi, po jo konkluzioni. Po ato janë ndihmes, ato janë mjet që ne duhet i përdorim. Cilat janë projektet më të reja që planifikon Kosova Open Medical Club për vitet e ardhshme? Ne jemi të nderuar që na është dhënë mundësia që ne të mbajmë simpoziume satelitore për fushën e radiologjisë për rajonin, domethënë nuk ja miraton tjerëve në vendet përreth, dhe nga ne është kërkuar që në të ardhmen të mbajmë edhe për pediatri ose kirurgji seminaret. Kështu që sa i përket bashkëpunimit me Open Medical Institute dhe American Austrian Foundation në Salzburg, ne jemi shumë të interesuar të vazhdoj projektin. Do të ishte mirë që ministria të investoj edhe më shumë, se kjo është projekt që vetë financohet me fondacione. Sinfonia e Vjenës, Filharmonia e Vjenës mban koncert në vende të ndryshme edhe në New York për çdo vit për të marrur fonde për të financuar këto edukime. Do thonë, ata janë ngrisin fonde, nuk i kanë mjetet e sigurta, dhe për të rritur numrin ton edhe ne duhet kontribuojmë siç ka kontribuar i ndjeri atëherë ministër Dr. Bujar Bukoshi, na pa ndihmuar, pa të dhënë një kontribut fondacionit dhe ne shkum gjë në 47 pjesëmarrës në vit. Në profesori ynë që nuk jeton më prej kur jemi kështu në skenë, mund t'i japim veç duar për t'i homazh. Aktivitane bashkëpunimi me universitete tjera, qoftë edhe brenda dhe jashtë, po edhe institucione, spitale evropiane sidomos. Po, ato në mënyrë indirekte ato janë të hapura se janë të hapura indirekt. Po, se ne kur shkojmë aty janë pjesëmarrësit nga vende të ndryshme. Nga 40 vende, edhe këta janë dikun atje. Kështu që me këtë rjetëzim ti hap dyrt. Unë kur kam qenë në Prag, isha në një trajnim në një spital tjetër Nemosnice na Homolce, por nuk e bëni një procedurë. Kjo ka qenë para 15 vite, te kanë gjeografin koronare. Edhe e luta profesor, na mund ma rregullosh, shkoj ti shoh si bëhet kjo, dhe po në motel e kërkon doktor Atilën. Edhe kur shkova doktor Atila, unë dalë, më shiqon, edhe unë shiqoj, mërë jem taku në dikun,
edhe duhet që kem qenë bashkë në një seminar. Në një seminar bashkë. Vite më parë dhe kem haruar. Do të thënë, ka në çdo vend të botës kemi miq që mund të gjinden nëse marrim parasysh që për këto 30 vite sa 32 vite që implementohet ky projekt kanë qenë mbi 29.000 pjesëmarrës nga këto 138 shtete. Kështu që çdo kund është dikush që ka qenë këto seminare në Salzburgu dhe është lidhja dhe afërsia është menjëherë e hapur. Mund të bëhet bashkëpunimet. Ne është me nënsi që mjekëve tanë t'i japin mundësi trajnimi, mundësi aftësimi dhe të hapën horizontet. Pastaj aftësia e tyre për të gjetur mundësi zhvillimin më të tjeshëm është e tyre dhe përgjegjësia është e tyre. Ne jemi në shërbim të Ministrisë së Shëndetësisë, në SHKUK-s, ÇKUK-s dhe natyrisht Fakultetit Mjekësisë që ti mundësoj këtë, për atë edhe bashkëpunimi jonë me ta shumë i mirë. Si do doni ta shenit Komcin, Kosova Open Medical Club, pas 10 vitesh? Në çfarë pozita apo rolin në sistemin shëndetësor kosovar? Të vazhdoj me altruizmin, me kontribuimin kolegëve të ngritën dhe të shërbej si shembull si mund të kryen projektet. A njeni që ky mision, quaj bash mision, pas 20 vitesh ka ndikuar jo vetëm të mjekët, por edhe të pacientët, edhe të besimin mjekësinë kosovare. Kjo ka qenë edhe qëllimi jonë, Përso? që të kontribuojmë, fillimisht të ndalet rrjedhja e trurit, të kontribuohet që këto shërbime të ngritën në nivel kualitativ dhe përfitues janë pacientët në fund. Kënaqësia është e mjekut që e kryen punën, por përfituesi është pacienti. Unë e quajta mision, gjithsesi e quani edhe ju, edhe ky tingëllon tamam si një mision vërtet shumë i rëndësishëm. Ju e thatë vetë në shëndetësi, në mjekësi, në përshëndetjen e njeriut, po edhe për përgatitjen e njerëzve, për të shëndetit të njeriut në gjithë botën, është një kosto shumë e lartë, shumë e shtrejtë. Kjo është thjesht një mision që për 20 vite keni punu shumë, në mënyrë që njerëzit tanë me hiç pare apo me pak pare të jenë pranë të arriturave më të mëdha dhe avancimeve shkencore në drejtim të mbrojtjes të parambrojtjes shëndetit njeriut dhe një gjë shumë e rëndësishme. Në këtë e kam pa sepse na jemi miq, e di gjithë bota, kjo bota jonë shqiptare, një entuziazëm, për një intensitet energjie të punës tuaj dhe të përkushtimit tuaj të pafund. A është fajtore edhe pa Komci, edhe ky përkushtimi juaj, edhe energjia juaj, paraqitjan për shumë vende të botës, fakti që Medicana, një prej spitaleve më të mëdha në Ballkan, na ka marrë bujar gjikullin. Po rezultatet flasim vetë dhe jam i nderuar dhe i privilegjuar me ofertën që më kanë bërë, më kanë nderuar dhe kam qenë i sfiduar me ofertën e tyre, bëhem drejt për drejt drejtor në një institucion, jo të jem punëtor pastaj të ngritëm dhe jam i nderuar, e kam pranuar sfidën, natyrisht investimet që kemi bërë ndaj viteve, jemi munduar të implementojmë, edhe tani e kam një post të cilën e kam pasur edhe në Kosovë, por të jesh pjesë e një zinxhirit më të lartë. Përveç përgatitjes edhe punës edhe përkushtimit, ki dëshirë mu sfidua? Po, sigurisht. Sepse tashi nuk të kemi gërbeqar, po me gjithatë Spitali Medicana është në Sarajev, ku ju aktualisht po punoni dhe unë shpresoj që kanë me të mojë drejtor veç një kohë dhe ti na kthesh prapë këtu në... Natyrisht, e ardhmja është e paparashikueshme, natyrisht unë nuk jam gërbeqar, këtu jam, edhe këtu edhe kontribuoj edhe funksionoj, jam e detyrë momentalisht atje, shohim sfidat kur janë. Natyrisht në kontratën time kam opcionet shumë të aty, se ata janë rjetë që kanë edhe në shtetet tjera, por Kosova është ajo që është e jona. Prej 3 fëmijëve 2 janë mjek, nga studentët më të mirë të universitetit, të fakultetit mjekësisë, më pëlqen ta them këtë që se është e vërtet,
edhe miku apo do në më shku në mjekësi edhe aja po... Po stomatologjia dhe Do me thonë lindën keni me lonë në minorancë në shtëpi në aspektin e përcaktimit profesional. Jo, Linda ka backgroundin edhe bazën e ka në mjekësi, shkollën e mesme ka të mjekësisë. Apo? Po, vllaun e ka mjek po ashtu. Por Linda është kryesorja, Linda është arsyeja e gjithë energjisë edhe prapa ne shqëndron për atë rezultatet janë këto që janë. Po një grup shkencëtarësh, shkencëtar, doktorësh nga shtëpia, goxha shpërndar, njëri në Gjermani, ardhin nga studentët më të mirë në sigurisht edhe ai veç po profesionalizohet. Nuk dojna me kallëzu që s'ka mujt po profesionalizohet që të kthehet në Kjo është edhe ideja jonë edhe e tij. Unë kam shkuar para 25 viteve për të edukuar, për shkak se kushtet këtu s'kanë qenë. Edhe nëse vetëm po investojmë në kohë, atëherë edhe dua edhe të përfitoj. Apo mëson hale? Po, unë edhe po të dytë. Të dytë, po mësojmë e ardhi tash është para provimit atje dhe fillon specializimin në janar, pastaj kur e kryen ato shpresojmë edhe kthehet. Edhe kthehet në atë. Megjithatë, domethënë ne jam realizuar edhe në shkencë, në shëndetësi, Në fund, çfarë mesazhi ki për mjekët e ri të Kosovës që duan të ndjekin rrugën e dijes dhe profesionalizmit ndërkombëtar? Se jeni far kampionin që dritim. Faleminderit, jam i privilegjuar të quhem ashtu. Për mjekët e rinj vetëm një zgjidhje është të mësojnë, të edukohen, të zhvillohen, investojnë në vetvete dhe të gjitha ato t'i praktikojnë në vendin tonë. Kjo është edhe ftesë për tyre të mos ndalen, mos të zbrapsen para sfidave, edhe sot në mbyllje në Truezën e Rumbullakët që e patëm u diskutuan disa sfida që tash i sfidojnë fakt me të cilat ballafaqohen mjekët e ri dhe ne u thamë atyre që asgjë nuk vjen e gatshme, por duhet punuar, duhet krijuar, bëje vetë, bëje mirë. Ndryshe nuk bëhet edhe mos mendo që dikush ta sjell atë. Duhet sfiduar, duhet punuar dhe rezultatet kur nuk mungojnë. Nuk ka investim që nuk shpagohet, veç mas në dituri. Ajo gjithmonë shpagohet. Profesor i nderuar Bujar Gjikulli, ishte kënaqësi që të kisha musafir. Doja që përmes punës tuaj dhe figurës tuaj të prezantoj një diçka të bukur që i ndodhi Kosovës këtë javë në botën e shkencës të dijes e mbi të gjitha të shëndetësisë, shëndetit ynë është primare. Faleminderit doktor Naim. Është kënaqësi me qenë këtu në këtë emisionin i cili rezulton me pozitivitet. Jo vetëm në përkraje të mjekësisë, ju përkrani edhe artistët të ri, edhe çdo iniciativë edhe në fushat e ndryshme, gjithmonë keni qenë përkrahas, në anën tjetër mjekësia vetëm as ka nevojë. Faleminderit që e prezantoni, keni qenë prezent në hapjen solemne të simpoziumit, ku keni marrë pamje të cilat kanë qenë për neve edhe emocionuese, e ju ato e keni bërë të përjetshme. Është vështirë të vlerësoheni, por dini që fjalët për t'ju vlerësuar duhet gjindur dhe më vjen mirë që ju kam mik. Am lardove gol. Nuk mund të Faleminderit shumë ishte kënaqësi që të kisha. Zemra ime nga ke humbur, nuk më merë më si më parë. Më dhe njenjën më të bukur, lam të mirën për të më vrarë. Kam bëtë prapa tje më qoj, në vëndin ku parë. Aty ku dashnin premtuam, aty vetëm unë jam. Që të jesh ti ka me zënë ti hakuim, dhe nëse të falë nuk e shvëtim, e ke ti sa shumë të du, e ke ti sa shumë të du,
Zemra ime s'më mbajnë këmbët, mbe një tjetër unë të pash. Dashuria s'është e poshtër, por njeriu që janash. Këmbët prapa tje më qoj, në vendin ku pa, aty ku dashnin premtuam, aty vetëm unë jam. Kudo që të jesh ti ka me zanë ti hakuim, dhe nëse të fal nuk e shpëtim, e ke disa shumë të du, e ke disa shumë të du, kudo që të jesh ti ka me zanë, dhe nëse të fal nuk e shpëtim, të du, të du, të du, të du. Kudo që të jesh ti ka me zanë ti hakuim, dhe nëse të fal nuk e shpëtim, e ke disa shumë të du, e ke disa shumë të du, Jemi këtu. Kemi arrit në një pikë të bukur ku tani veç i kemi ullur, pas kësaj këngë të bukur të realizuar nga artisti i madh i këngës, jo vetëm të Shqipërisë mesme, mbar shqiptare, Van Gjuzi. Aja, të lutem, deri unë. Bajram, faleminderit shumë që u bona sebeb që jemi bashkë sonte këtu dhe Bajram Dobra, Bajrami në shtëpinë e tij si gjithmonë. Mirë se erdhët. Mirë se gjithë, nderuar. Si e Van Gjuzi? Mirë, faleminderit Zotit, mirë me angazhime, me lodhje, ti po e din këtë punë. Absolutisht. Megjithatë në këngë. Të gjithë nuk na din edhe mendojnë që ne absolutisht gjithçka e çojmë vaj, si këngën vaj, edhe këtë, jo vaj, kështu. Vaj. Po, publiku e mendon këtë. Po. Se lodhja jonë pas skene është... Me bo me i marë, një 24 orë, pastaj do thojnë mos. Nuk e bëjmë, mos ju paqa borç, nuk e vazhdoj, nuk e bëjmë. Është nësi që të kam musafir këtu. Bajram Dobra, faleminderit shumë që na erdhe sot, ma pas do të kemi diçka të bukur në mes ju të dyve, në një bashkëpunim goxha i gjatë. Sa vite keni bashkëpunu me Vanin? Bajram. S'pari kënaqësi që jam këtu prapë me ju, Zotria Bozi, faleminderit shumë që na dha mundësinë dhe të jemi bashkë, bisedojmë temat ndryshme gjithmonë me ty që na jap hapësirën e krejt botës këto. Hapësira është e juja, së është artistëve është. Sheshi fjales e mirë dhe këngës së bukur që quhet Odeon. Pellazgët, ilirët, dardanet, arbroret, shqiptarët e kanë përcjell këtë. Greqia prej nesh e mori, i bani ato amfiteatrot edhe kështu. Ne e kishim fillu. Shumë herë gjatë biseda me shoqëri kam cekë që Naimi e ka pas zemrën madhe, gjithmonë e ka pas derën hapur për krejt artistat. Edhe kjo është sheshi artistëve. Fantastike. Van Gjuzi, ka herë kishim bisedu që t'jemi bashkë, edhe është bukur që t'kam mysafir sot. Këtu, por tashi me gjithatë njerëzit e njohin zërin tënd, këngën tënd, po sigurisht që intereson edhe diçka. Në realitet, si ka nisur rrugtimi juaj në këngë? Po, besoj se si të gjithë kolegët artistët, por se cili në versionin e vetë. Në versionin e vetë. Po në muzikën popullore, çështje pedigreje, trashëgimie? Esek. Tashi po të ndalemi pak këtu, kjo është histori e gjatë, po e përmbledh pak, po mundohem ta përmbledh pak shkurt. Atëherë rryma e këngës popullore e Shqipërisë mesme tek ne ka buruar që si thuaç në kohën e stërgjyshit. I treti gjyshi baba unë jam i 4 mbret që ne e mbajmë këngën e Shqipërisë mesme. Nga ato që e dini. Nja 200 vite më rapa. Mendoj. Nga ato që e dini. Po. Më tutje? Jo, s'di më përpara. Edhe se di më shumë.
Dhe mendojmë që po veproj në hapat e sidomos të babit, po edhe të gjyshit e stërgjyshit, që kanë pas qef, e kanë knu këngën e Shqipërisë Mesme. Në ato nejet... Si quaj stërgjyshi, gjyshi dhe baba? Atër stërgjyshi quaj Bajram. Bajram Gjuzi. Bajram. Po gjyshi? Gjyshi Haki Gjuzi. Haki Gjuzi. E babaj? E kom pas një gjysh më naim që shumë i fort. Gjyshrit më të mirë janë, gjithmonë më të mirë. Po babaj? Babaj e ka Nuri Gjuzi. Nuri Gjuzi, që ti duar trokasën hapë të Ata që i kanë dhënë skenës shumë, e që dhe mos që babajnë edhe një, ne kemi për cjellë, e kemi ndjek edhe... Ka knu, e ka një album me këngë Shqipërisë Mesme. Stili juaj, filloj ndryshe, vazhdoj ndryshe, sot është ndryshe, apo mbahesh aty, tek motivi popullor? Pyetje e bukur. Tash në rini, si thuhet është një shprehje, i riu si veriu. Në rini, ndoshta si gjithë. Jemi të rinj dhe gabojmë ndoshta, se u ngatruan pak rrymat. Ku po flas në moshën 17-18 vjeç. Filluam ato rrymat e çik. Pa nuk është moti se tash 22-23 vjeç. Jo, jam ca. Pak më shumë, a? Jam i çik. Ti faleminderit po. E më pas po e kam pas babain që gjithmonë fliste. Dëgjoj këto sepse këtu jemi ne. Pra ky jemi ne. Tek muzika popullore e Shqipërisë Mesme gjithmonë. Po për ta filluar e fillove thjesht edhe në shtëpi duke i dëgjuar ata, duke kënduar. Jo, në shtëpi ne kemi pas traditë. Ishe lindë në muzikën e Shqipërisë Mesme, rriteshe? Mosh Rahu Vreshi. Rahu Vreshi gjithmonë. Ka mundu mamaja. Edhe mamaja? Edhe mamaja ku i bënde... O, që duar trokasin shkron, që të gjeni këtë dhja. Edhe mamaja ku i bënde punë të shtëpisë këndonte. Ne kemi... Do më thonë, gjithë shtëpia këndonte? Gjithë, xhaxhallarët e babit. Këndonin? Po të dalim nga fisi mamas, dajat. Kanë këndu këto. Sigurisht që do dali unë, apo do dali një fis. Tash ishte e muzika e Shqipërisë Mesme, po tash si numër një familje polifonike. Pa fund. Se unë i përshëndes gjithë, po besoj që unë i kam rrahur të gjithë. Cila ka qenë kënga që ju mendoni si Van Gjuzi se ndryshoi karrierën tënde edhe pse nëse ka ndryshuar? Jo kënga, ishte si thua një rrugë që unë këndonim siç thash pak më përpara lloj muzike, të thash argëtuese, gjitha bashkë. Po kur ndrova drejtimin dhe u futa tek muzika popullore e Shqipërisë Mesme, sikur më dha... Sikur i gjete vetën, atë themelin. Përfundimisht, më dha tabanin, më dha themelin. U lidhe me... Edhe jam vetvetja këtu, kështu është, ky jam unë. Pavarësisht që këndoj edhe çdo rrym tjetër. Muzikoj edhe zbavice, do më thanë, edhe të lehtë, edhe pak tallava. Po edhe pak tallava kena kënu se ka tash. Ja ke djeg ndonjëherë, ha? Tash e kena djeg naim se vite më përpara arriti një moment në Shqipëri paktën që mos me ditë me kënu tallava si ishte këngëtar. Absolutisht. Ishte një, po le të themi një kohë e shkurtër, pati atë zhurmën e vet. Si do që tjetë, unë bëj pjesë në grupin atyre njerëzve që nuk e gjykoj, është muzikë. Dhe muzika është diçka shumë universale në botë. Sigurisht është. Jo më kot Stingu, shkoj në Arabi, mori Tingu atje, mori zëra, mori kështu në... Cila ishte ajo kënga? Që mendon që Van Gjuzin e nxorri edhe në media, edhe në... Një ndër ato këngë është kënga, e kam një këngë shumë bukur, popullore është, me motive Shqipërisë Mesme, Lumë e lumë për botën. Që bën pak? Do me thënë, një tekst, ka një mesazh, një tekst që do i këshilloja, jo ti urdhëroja, i këshilloj brezat e ri ta dëgjojnë se vërtet është këngë e bukur. Ka një mesazh shumë të bukur. Lumë e lumë për botën, për njerëzimin mbar, gocat bëhen nona, çunat baballar. Dhe ka të përshëndes Gjimin, sepse ai krijoi këngën, krijoi edhe tekstin. Edhe këngën e bëri? Ai e ka bërë. Të dyja bashkë. Do ta do të thashë. Dhe përshëndesim Gjimin. Për diku juaj është shumë lidhur emocionalisht me këngën tënde, me këngët
tuaja. Si e njën këtë energji në mbrëmje, në dasma, në koncerte? Mësë miri ti këtë ke vite që e kem bisu. Por, falë si pasionit, ne mbrapa si që folën pak më rëpara, lodhemi shumë. Po pasioni është ai që ne na ngre prap në këmbë. Nuk ndalojmë. Absolutisht. Po mos ishte pasioni dhe mund do ta lije këtë punë. Sa artisti nxjerr është lodhje e madhe. Artisti nxjerr këngëtari, artisti nxjerr botën tonë. Kjo nuk do thotë që gjithmonë janë emocionet tona, janë edhe emocionet e të tjerëve, botat e tjerëve, ndjesia e të tjerëve që ne nxjerrim në mënyrën më të mirë, që ju artistët e nxjerrin në mënyrën më të mirë. Ndonjëherë edhe unë. Si të na përkrajin, si të na mirëpresin, dhe na përkrajin mirë publiku, sigurisht që na japin një shtysë ala më. Megjithatë kjo është pjesë shpirtërore, kjo është pjesë. Absolutisht. Vani, a shkruan tekste vet? Jo, na im vetëm këtu nuk e kam vet. Bën? Këngë, melodi, via, po. Melodi, via? Sa duhesh, Ke edhe bërë më shumë? përpara, po si jo. Si numër i di? Asha zotin, shumë kam bërë. Melodia edhe për kolegë të tjerë vëllaz. Po, edhe për kolegë të Po tjerë. kemi pas bashkëpunuar me njerëz se s'mundi qy kompozitora, se tash ti je kompozitor është titull, është çik do pesh. Jo, ta marrësh atë rim. Ka kompozitor autodidakt, ka kompozitor natyrshik, ja ka dhënë Zoti. Jam E shumë- bën me la la la. Jam shumë dakord. E këtu të dal. Unë Këtë vjet në problem Lala i sot e bëna. ka zgjedh kompjuteri. Ja bën la la la, ai ti nxjerr notat, Po ka dal në telefon tani, është mos u lë fare. Edhe u kry. I nxjerr notat. Edhe Po kam bërë plot për shumë e shumë kolegë, sidomos në Shqipëri. po për të bashkëpunuar me kënd ke bashkëpunuar më shumë. Edhe si kompozitor, kam edhe tek bashkëpunuar, shkrues. kam bashkëpunuar, kam Edhe goxha- këngëtar, kam goxha- edhe orkestrant, edhe orkestrues, Një ndërto, edhe muziktar, e kam mikun tim tu Bajramin, Dobrën. Bajram Dobrën, e kam koleg, mik, vëlla, të gjitha bashkë. Faleminderit. Edhe është kënaqësi që bashkëpunojmë, po jemi dhe miq. Kjo Kemi është më e shumë miq. rëndësishme. Po, Pastaj vjen bashkëpunimi. E kemi edhe një balat të bukur bashkë. kemi me fol për pak. Është shumë e bukur. Me që të kam për herë të parë, Bajramin e kemi tonin. E më tha që jam i Edhe shtëpisë. pse për 3-4 vite ka qenë pjesë e Odeonit, Po, e kam tani parë. nuk do Edhe thotë që jam nuk ende. është, po Do të çes jap. po her pas here, E kam parë. edhe absolutisht na vjen. Po mirë vani, çfarë ju frymëzon më shumë nga jeta e përditshme, tradita, dashuria, eksperiencat personale? A ke mund apo ti në realitet qëndro, këndon muza e bëjmë këngën, e bëjmë Nuk është aq e thjeshtë. jo. Jo, aq e thjeshtë si mi robot me buton pa ço këndosës. Po normalisht edhe unë besoj si çdo njeri, frymëzimi besoj që fillon nga familja. Nga fëmia. Sot jam prind. Faleminderit Zotit. E marr fëmijën e shoh dhe ai është një lloj frymëzimi për mua. Shumë e bukur. Më pas një shok i mirë me bërë një bisedë në kafe, në ku temi në studio, në puna. Kjo ndez muzën. Po kjo është ajo, paktën mua kështu më ndodh. Se kur muza ndizet këtu një herë, sigurisht. pastaj këndon njeriu. Sigurisht se si jemi buton, si jemi robota pa butonin e të çojk no. Na ke fut te bota e fëmijëve, sa fëmijë ke? Një vajzë kam. Një vajzë. Si përjeton kështu komentet e publikut, jo vetëm në rrjetet sociale, në për vite të kanë ndaluar, janë fotografuar, kanë marrë autografe, të kanë duar trokitur. Shiko, un kam afërsisht të 20 vjet që po këndoj. 20 vjet. Afërsisht po. Po faleminderit Zotit, i qofshin fal, unë nuk është se kemi pasur, jam nga ato që kam pasur dhe unë një kulm dikur, e kam pas një këngë, krijoi dhe themi këngautori i madh Flori Mumajesi. E kam pas një duet me Çileta Çilagën. Çilagën. E cila bëri një bujtë madhe për Absolutisht. vite më radhë. Po faleminderit Zotit, kam qenë si ato valet e detit që jam po këtu, unë jam E ke gjithmonë. majtë vazhdimsinë. Jam mundu ta Absolutisht, majtë vazhdimsinë. Edhe siç e diti, do punë ta marrësh çika atë. Absolutisht. Do shumë. Mund. Do shumë. Gjithçka. Bile çdo ditë më shumë, don edhe më shumë punë. E thot Madonna shumë bukur. Kur mendoja që jam në kulm, nuk bëja gjetje të duhura që ta maj vazhdimsinë. Edhe shpeshher zhgënjesha thellë, pushoja dhe vazhdoja pasaj me vrull edhe më shumë. Ta them dhe një gjë, kam qenë i vogël, i vogël, si isha po 20
që 7 vjeç. Edhe një kolegu jon, e përshëndes, e shikoja, sigurisht ishte me emër, e shikoja që nuk flinte gjumë. Binde të flinte në 4 të mëngjesit, çoheshin 7. I thoja edhe u çonte, po prap ishte me atë lodhjen, sigurisht se pa gjumësia të vret. Thosha, po mi, po pse mundohesh kaq shumë, për shembull, Naim, po ti je Naim Abazi, ti s'ke pse stërmundohesh kaq shumë. Fiks. Po, a di si më tha, një ditë tha, sepse ty ta ka dhënë Zoti tha, po kur të vishta këtu tha, do më kujtosh tha. Edhe sinqerisht. Dhe edhe një ditë kujtohet. Sinqerisht, pas ka pas të drejtë sepse u dashka ju punë, po mos me flet gjumë fare, do ishte mirë. Një ndërtosh ky këtu. Që mund të ketë 3 muaj, e di unë, avërsi që s'flet gjumë, këto 3 muaj. E po, për ta Po bërë, dashka, po për ta mbajtur është dashka. problemi. Absolutisht. Edhe në botën e artit, të artistët sidomos, makinat e kanë një termostat, quhet atje, Po termostat. që rregullon temperaturën. Sakt. Po këtë termostatin, gjatë krijimtarisë tonë, ne e ngrisim lart, se kërkesat andej janë. Vete ke pru këtu. Sakt. Tash ne duam veç më lart. Mbahet tani. Më poshtë në asnjë mënyrë. Mbahet tani, fiks, Po fiks. edhe ta mbash vazhdimsinë, Fiks. prap nuk pajtohen mjaftueshëm. Duhet akoma. Akoma. Ju keni bashkëpunuar me Bajramin ka shumë vite. Edhe Vite u bëm bashkë. keni bërë këngë të tjera apo një këngë që do ta shijojmë vazhdim? A ta nisu më fal Bajram. Po, të lutem. Kemi edhe një kolazh, po bënja një vite të sa që rri aty. Për çështje I përgatitur. I përgatitur, i punuar e gjitha, po si ka ardhur momenti. Mendojmë duke pas edhe kohën në dispozicion, shpresojmë do vi prapë në Kosovë dhe ta realizojmë atë patjetër. Ta bëjmë. Ta nxjerrim për vit të ri se duhet. Edhe promocionin. Pra veç baladës, që kemi një baladë shumë të bukur. Kush e shkroi këtë balad? Kush e ka shkruar këtë baladë? Unë e përshëndes shumë, unë e kam jo koleg, shok, vlla, po si i themi ne, e kam nun, se i ka prej flokët gocës. Gocës tënde. Më thonë, si e qunin nunin ju? Kumbar. Kumbar. Po, nuk është mirë me krahasu me atë kumbarin, filmin, po kumbar. Jo, kumbar, po. Që Eduard Kokasi? Është Muma, Endrik Mumajesi Muma, i cili nëse ka njëri më punëtor dhe që kërkon punën dhe njëri më energjik, sa ai unë s'kam pa. Ai 1 dhe 2 ky. Këto të dy janë që nuk flen gjumë, punojnë, duhet punë. Edhe prej vitesh ai banon në Prishtinë. E ka marrë nusën dhe vajzën, jeton në Prishtinë. I është dukur më interesant tregu, le të themi, muzika në Prishtinë se sa të në. Se sa atje. Po mirë, artisti është mirë të bredhë ndonjëherë. Se çanë për mozaiqe të ndryshme. E ka pas shumë të drejta, sepse i ka dalë ajo. Edhe i ka dalë ajo. Ne e përshëndesim Muma. Muma ka këtë tekstin Në këto duar të kitje Muma, në realitet, unë do të alës skenën në duetin e tyre që quhet? Titulli i këngës është Xhelozoj. Xhelozoj unë. Kush xhelozon? Ty bëna? Jo. Apo Vani? Titulli, asuna sa im. Nuk kemi xhelozi. A xhelozon dikush tjetër? Dikush tjetër. Tema është për dikush tjetër. Po xhelozia ëmbël besoj. Ndërsa mos me vujtje brenda, me sigurisht se po. Me therje. Me ndjeshmëri. Me therje. Me therje. Me ndjeshmëri shpirtërore. Ajo është bërë edhe klip. Po, është i realizuar shumë bukur. Me përkushtim, me punë me detaje, është orkestruar ashtu në njëjtën kohë me përkushtim dhe detaje shumë të mëdha, me instrumentalistat ndaj që mos është e domosdoshme se duhet mi përmend ata. Patjetër. Po, patjetër, po. Është një ndër instrumentalist që ka bë vine muzikës, është Artur Qerimi. Kitaristi. Orkestrimi Lona Ajdari që ermullaksoj atë formën e gjithë asoj. Ja vatë ato erzat. Djali Xhavitit. Djali Xhavitit. Ai përshëndesim të dytë kështu. Lonin. Përshëndesim të Xhavitit, edhe Lonin. Vllai. Si përfundim videoklipin e realizuar Dream Films, i përshëndes Çunat. Çunat i tjetër video të ndryja. Shumë respekt. Dhe si përfundim erdhi një videoklip dhe një këngë shumë e bukur. Të cilin po e ndjekim në vazhdim, edhe unë po ja vlo skenën ju të dyve duke falendëruar nga zemra në ndër tërkitjet e publikut, absolutisht. Skena për ju.
Jeta ime si një film, pjesë e bukur ishe ti. Mbushe zemrën me dashni, e tani të dua ti. Gjelazajun edhe erën, sa herë flokun ty ta merë, e tash mere vetë me mend atë që është në vendin te. Gjelazajun edhe erën, sa herë flokun ty ta merë, e tash mere vetë me mend atë që është në vendin te. Jeta jote theja mun, rrien syti të dua shumë, copa me këtë thy, e unë prapë të dua ty. Gjelazojun edhe erën, sa herë flokun ty ta merë, e tash mere vetë me mend atë që është në vendin te. Gjelazojun edhe erën, sa herë flokun ty ta merë, e tash mere vetë me mend atë që është në vendin te. Jemi rikthyer. Ju kemi bezdis pako, kështu ka një balade jashtëzakonshme. Po në kuadër të këtij bashkëpunimi, nuk ma thatë asnjëherë sa vite bashkëpunoni, po masi 20 vite, 20 vite. Mbi 5-6 vite. 5-6 vite. Po. E vërteta është kjo. Ju njohë, si ju njohët zëri? Ja dëgju zëri njëri tjetrit? Na ka njohur Xhaviti. A Xhaviti! E vërteta është përmes Xhavitit. Xhavit Hajdari. Dhe edhe të realizimi i këngës, as nuk ka qenë me iniciativa gotshme, as direkt, as indirekt. Se po ndërpres të falësh. Po të lutem. Me ditë vitet se sa ka ajo këngë që është kriju dhe sa rri, nuk do besosh. Ka fota i vetë. Ka shumë vita, ha? Që ishte menduar? Thuja. Si këngë e vërteta është i ka 12 vite. Oh! 12 vite. Ku, në sirtarin e kujt kishtë ngejle jo? Tandin? Po, feks. Se po ja din vit? Në arkiven e vetë. Dhe me përkushtime. E rrite, apo e konservove le? Jo, gradualisht, në forma graduale, tu e rrit, tu e ndërtu. Dhe si përfundim, me gjithë kompozitor që ishte si bashkëpunim, si lloj bashkëpunimi, e kam provu në format ndryshme, dhe si rezultat, fundi s'ka qenë rezultatet që kam kërkuar. Përfundimisht, në kohën e fundit, tu i konsultu me Vanin, tu i diskutu, erdha ai përfundimi që mu realizu kjo që është tash. Ma nisi tha, Vanat pëlqen kjo, tha.
ku e ke këtë këngë më burr thash? E kam këtu tha kështu si thjesht, gjë thjesht, po kjo është super balat, kjo është këngë e bukur, kjo do një tekst fort thash. Po fiks. Dhe ju bë teksti. Edhe ja kërkova vetë burrash, ja kërkova thash, nëse thash ty se mendova se ka këngë personale vetën, nëse ty thash të prish punë me kënaqësi më të madhe kisha marrë pjesë thash atë. Këndoj edhe unë. Shumë e bukur. Po, ishte kënaqësi kjo. Shumë e bukur. Ky bashkëpunim në realitet po vazhdon. Këtyre ditëve Bajram ti ke realizuar një lloj spektakli me muzikë popullore, kështu popullore, me muzikë popullore sigurisht, me një orkestër fantastik që si duket përsëri është një lloj bashkëpunimi, bashkëbisedimi ju të dyve, dëshira jotja për ta realizuar një diçka krejt live, ku na impenjove dhe ne kështu, edhe për këtë të falenderoj absolutisht. Pikërisht të dua si pyetje. Ishte kjo bashkëbisede hershme për ta bërë, për ta realizuar? Dy gjëra them dhe pastaj vazhdoja. Më fal. Po të lutem. Domethënë ka ardhur sikur dhe një bisedë telefonike ta bësh. Naim për shembull, si mund ta bëj këtë gjën? Ti ma jep atë sqarimin dhe u sqaru. Jo, vinte në Tiranë. Van po vi se du me bëj muhabet. Vinte në Tiranë për një muhabet, për një pyetje, po mirë, po për këtë ka ardhur këtu. Duhet me ardhe, po të do puna. Ky që të flasi vetë tani se për mua ka bërë një punë kolosale të madhe. Dhe falenderoj sepse është ndër të vetmi që ky djalë këtu po fut një frym më interesante se sa gjithë ato festat e fund vitit që organizohen si çdo vit. Po. Kështu që është mirë, po kur të dali, ta dëgjojmë së bashku dhe besoj do më kuptoni se për çaj kam fjalën. Ideja është Faleminderit. një orkestër jashtëzakonshëm. Ka bërë një punë të madhe. E kam parë vet, një orkestër jashtëzakonshëm, të kënduarit live, të realizuarit live, gjithçka live, në mënyrë që ai shpirti i këngës, i artistëve të mbetet live, shtu in the air, jo i Realisht, duke u bazuar në këto të gjitha që i cek tjo, falenderit shumë për vlerësimin që ja... Jo, është një realitet, s'ka lidhje. Duke i parë rrethonat se si po ecin dhe si kanë ngecë në pjesën tonë, kam mundu dhe i kam mbledh në përpikat shkurta, të gjitha që me orë një përfundim me realizu një projekt që këngëtari apo këngëtarja të ndin vetën atje ku e ka vendin e vetë. Shtu e kam nisë. Dhe një bashkëpunim... Prandaj e prej kam falë Bajram, është ndër të vetmi që kynë po na e bën atë, po na e krijon atë mundësinë. Sepse gjithë thonë, hajde se është mirë, nuk është mirë për një artist, apo jo më Naim? Fiks. S'është mirë. Të gjithë thonë, sidomos këta këngëtarë që këndojnë live, që i kanë mundësit, ja u ka vënë zotje të gjitha, por thonë, po, live, bile unë s'do ta bëja ndryshe veç live, po nuk marrë iniciativë. Bajrami ishte i vetmi, deri tash që e mori iniciativën, me krejt rreziqet e veta, me vështirësitë e veta. Ka bërë një punë të madhe. Bazun vetë vetën, fuqin, forcën, krejt këto që i kam mbledh, me detaje, prej orkestrës, të post-produksioni, të skenografia, kamera, fonia e kështu me radhë. Të vështërsitë e mbledhjes, të vështërsitë e ushtrimeve, të ardhja e policisë për shkak të zhurmës së madhe. Ose që e ceku voni për një çështje shumë elementare vogël, me shku në Tiranë, me diskutu se a marrë kjo pikë deri këto. Jo një herë. Po fiks. Ka ardhur 10 herë, por ka ardhur 10 herë. Po fiks e vërtet. I pëlqet Tirana këtij, apo edhe duhet. E bashkas. E di Naim. E bashkas. Ky është nga ato njerëz që po ndërpres më fal, ky edhe pse mund të ketë një pemë, thjesht një pemë në Tiranë apo në jug apo ku mund ta, sidomos jugu që i pëlqen. Një pemë atje vjen e shikon atë pemën. Hajde më çfarë mirë, isha pash atë pemë, po shumë e bukur. Po se vetëm për këtë erdhe? Po, erdha thotë. Unë në përmetin e Naimit, unë e bart emrin Naim vetëm për shkak të Naim Frashërit. Në Naime e donte dhe unë shkova në klasë parë me poezitë e Naim Frashërit, gati të mësuara, s'kam qenë asnjëherë kurse ky përmetin e gjithë s'ka e ka dhejut, i ka bërë, akoma s'kam qenë. Do shkojmë bashkë me Bajramin, në shkak të arrimit. Do vi dhe unë. Po do shkojmë bashkë. Unë i kom disa miq të mirë atje. Po do shkojmë bashkë. Vërtet do shkojmë bashkë. Talim, shkojmë se është mrekulli. Është gjunaf. Po përmet sepse Frashëri është çik më lart. Vendi gjuhës. Po, me patjetër. Ky atje është për çdo. Ishte e jashtëzakonshme Bajram. Si përfundim, ju falenderoj juve që mbështet me ardhin e ju.
atje në atë vend, ku e keni meritu ju ato, pa tjetër, mbështetjen e ju, mendoj, se nuk tham që kemi arrit diçka të jashtëzakonshme, po mendoj që kemi arrit një sinjal të paktën me qu, ose me përqu të njerëzit që ne dim mundemi me bo ma bukur. Më ke thënë se do të vazhdoj? Gjithsesi. Me puntata tjera, i thoi nga Shqipëria unë tha me epizode tjera, ose me emisione tjera. Unë mund të vazhdoj vetëm me një forcë, dhe e forcë e ti. Vazhdojmë bashkë. Nëse ti ma jep pranë tënë, unë do vazhdoj. Deri këtu, jam mundu gjithmonë të ju bazu, vanë mos të harroj. Inspirimi im, aja ideatori që më ka dhonë një ide mësim shumë që ka marrë, është Zotria Bazë. Nga ku ka marrë ato mësimet më të bukura tjetës. Unë kam qenë, më falë në im, Nuk kam po qenë e thamë pse jemi këtu prezent. 8 vjeç. Mos e vazhdoni me më lavdu, mos e As nuk po e ekspozit lavdoj, të mjesë. Kam qenë 8 vjeç, 10 vjeç. Unë ju kam këtu, Ke kënduar ti. është bukur që ju kam. Unë Bajramin e falenderoj nga zemra që ju solli juve, e kishim ide, ka herë që t'jemi bashkë në një emision. Në një emision realitet nuk është të thënë për të thënë dhe për të dhënë të tëra. Na tham diçka, e zgjumë kërshërin, besoj që do të shohim bashkëpunimet tuaja në vazhdim. Edhe në vazhdim, unë kërkoj diçka ritëm, më shumë për jush. Flasë në skenë këtu, për jush, gjithësisht për Ivanit, se kemi fritë bashkë. Do të na këndoj Vani e do ta duartrofasim bashkë. Thjesht, këngë një lloj kolazhin nga Shqipëria mesme. Po me qenë se folëm pak për Shqipërinë e mesme, le ta prezantojmë dhe një Shqipëri të mesme, po duke rrit atë originalitetin, unë jo pa qëllimi kam bërë këto Shqipërisë mesme, me minutazh të madh. Janë disa njerëz po 11 minuta, 15 minuta, pa që është originalja. Jo, s'ka 11 minuta në vazhdim, e di që është më shkurt, nuk për të na këndosh. Jo, aq. Po e kam për ato sobrat që bëj unë, gjithsesi. Edhe do të mbajmë në skenë, mos na uan kota tani se. Me kënaqësi. Van Xhuzi ishte kënaqësi. Është nder na im e bazë është nder për mua që unë. Jo, ishte gjë shumë e bukur. Unë prek ty. Na solle një këngë të bukur në fillim, një baladë të jashtëzakonshme, pastaj baladën si një duet. Dhe në vazhdim do ta djegim pak me Shqipërinë e mesme. Pak ritëm. Pak ritëm. Mezi po presim. Van Xhuzi, Bajram Dobra, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të kalon skenën dhe do të trofasim. Do të vitet e botës që nuk të njoh. Van Xhuzi, skena për ty. Shumë faleminderit. Me kënaqësi. Një për një ujë se blasa, se e më do gjivapa, se e më do gjivapa, moj goce, një për një ujë se blasa. O Marika, o goca ke pusi, synizi, amon por si rushi. Mi për një ruj se plasa, se më do gjivapa, se më do gjivapa, moj goce, mi për një ruj se plasa, mi për një ruj se plasa, se më do gjivapa, se më do gjivapa, moj goce, mi për një ruj se plasa. Se më do
qivapa, se më do qivapa, moj goce, mi për një ruj se blasa. Përshëndetje. Mirëmbrëma, Viki. Hajde, me shfarisi e këtë javë, ha? Po, për hajrë, Hajde pas? ka ndollë 2 kongë të reja, Shumë mirë. dhe kur djeli puth qytetin. Dhe kur djeli puth qytetin, dal të preske Shadërvani. Jo, Po, e kanë ndrru verzionin. Ha? Aha,
Dhe kur dielli put qytetin dal të pres të shadërvoni, hajde për parim, kallzana me letra për prezerem për bllokim. Bashkë për shpat mirë. Këndon. Kush me këndon? La Çeku. Mirë I Ministri i Kulturës a vesh. Ai ka u zgjedhët Prishtinë tash kënon shadërvan prezerem. Atje po kënona? Po I pethir për parimi, hajde kallzana për bllokim. Qysh me bllokuan e? Po për parimi po. Direktor. Ka me bu nën kalimin. Shumë mirë, kur? Une vullnetar jam. Mja moj shkollën. Desa ta kryim për funi për ato. Profesional. Me ty shkollën ato. Edhe e konga e re e dyta. E cila? Djalo e kitë vogël. Des, e ka pas fjallën për rrogën, qa po Dhe flet? rrugën e kitë vogël. Po? Tash, e ka rrit Albini pak rrugat. Po? Djalo të rrit pak. Që? Të rrit pak. Rroga. O, bom. Ta jëm të lujt me neve. E kush me kënon këto të rrit pak? Këto... Kore mrapa Albinit. E ka hek Albin Kurtin e kanë shtik lau kënjufëcën. Shumë mirë. Njëjtë, si me hek në I marin me shti mesin. Ani dhe, Po ata të dy të rrosin gull. Qa me bo, e ki piluan. Ama mu shkatrujna shkatru familjaresht. Familjaresht? Po se na jetojna në bashkallak na em. Jo, edhe qa ka ndohë, pse? Migja me lydykën. Ani mirë bol. Po me atë lydykën e mëqme, sa alo me nën që është a e lydykëja. Po veç me rrugovën e ka fjallën. Boba me vetë vendusi. A që, pas ka kalu kë. Nona, Ha! tek që t'jovu bu me pëdëkën. Sa më si karoki me e mdi bu me E pëdëkën. pse? Me vli djalliri? Në këshku më mërzu Albinin tash. A po? Që të bëzoj. E bijat me vjosa Osmanin. Apo kojnë apo kishin? Ja, po keshin, ja, vlona e kina presidentën, se ndrojna vjosa Osmanin edhe Dënika Shparz. I kina 32. Po, ata? Dë, Po? I kina me akën. Mirë bol? Njonin e kina me nismën. A shumë mirë. A mo që këtë jo me nismën. Ha. Bob, shumë I furt, a? A, po? Me po, që shtërën laminat. Ha. Pa të lojës një I këqitët. Jo. Këta dy që jenë akën e thirin. A, bëgjena, ka për dëmet një mu të lojës, një me kalu lojësën edhe progën. Ha. E ja kalojnë. Ja ka dhe një një mëjë, që më kalu një si vlaznia. E, po mirë, ani. Po s'pjavlim më me politikën e. Vallave s'ja vlen, veç. Boba të komentu me shollet dhe kën, a I migja vetë vendosin, ja kanë futë dhe të blëk. A po, jo. E tash më drëni mirë. Po, dhe. Është drëni pasportet e maila, tash ky shon të vetë, kjo të vetë, se s'kan qa me bua burë. E në najmë s'po du më morë me këtë sene. Po, më qka përdojnë më marë? Politika e ronë najmë. Po, e ronë, e Ma vërtet. mirë, po mina vesh me punë të mija. Shumë mirë. A Jam ka të nej me- shqiptara? Unë po du mu honi pari. A I pari, e, mirë. Jëm të emenuna em, në kohën e fundit nuk jam të dolshëm. Pse s'po del? Ose jëm pjek, ose jëm plak. Po, Ja, fjallë më duket që ke para. Absolutisht, I e fiks djaliri, qëfar plak. I pjekun, i Edhe pjekun. I pjekur dukësh. Veç po dyshoj mos I met paporën em. A? Po dhe të shpia s'përrijet? Ha? Ja nisi gruja, ati njeri, apo të këjtët këta njoftu e morte ditë pazari. Mirë bëll. Edhe pse të morë. O, më ka pas thonë nona. Ha. Mës ditë mortën se takserat është mortën. O, kjo jam të mortën. O, nej. Po vasone këshin pas tonë shpiz vetë. Ha? Këshirë martav se qelën dyrt. Mirë bëll. Po për në me ju qelë dira maqinës, Ha. ju qelë dhe milo, Ha. ju qelë tesha. Ha? Ta është s'ko na im të specem të I tjerë. Jo, që ata jam të kyrë pe fillimi. Që ki këta speca në qofë këtu? Unë em, Urna. e kam li balkën në banes, Po? po s'pirok fryma. Ha? E thash mos I po dalë në Prishtinë më shetit, Të leti rok këtu. Tash net me rok fryma terën Ha? ka. Mirë bëll. Niko I shike jam, ja kështë qaqa jo. Ha? Koj shi që s'po t'vjen marre, po jeton në Prishtinë, piter speca në balkon në altë. O? Thash kuj shike edhe nonat e tona be I kanë terë, edhe nonat e tona I kanë terë, po nuk I kanë terë në altë. Po? Thash kuj shike ma mirë me I terë specat, se të qetu I terë brek në altë. Ha? Po ti shokit gjyrat e brekve.
Edhe në të të me kanë tjerë drejt, po s'ka ka posti po marri vjeti kanë tjerë ma pësh. Edhe kërin tjerë i kanë tjerë ka dole, më s'mi po këshia i kanë qenë. Kemi kaluar në momente promocionale. Do të vinë vazhdim për të promovuar një këngë të bukur, të realizuar nga një artist i madh, të kënduar nga një artist tjetër i madh. Zonë e zotri për ju, për ne, për të gjithë, zotri i nderuar Sali Krasniqi. Hajde Sali. E Sali, mirë serve. Mirë se ju gjetën e, falenderit për ftesë. Vigic. Mirë, shumë. Me thonë vubistu, i thosha një fëmiju një herë vubistu, thëke hirë. Po, këtu. Ku jetë? Qëto thëke jam? Qka jeton vetë pa lidhje kështu? Ku jetë? A, unë tu kalzu kishe që për dinja 2-3 fjallë. Gjermanisht. Se gjithmonë. Kështu e kem na. Ato që e dina me kalzu. Që kemi nga Minheni? Nga Minheni, se ngurbet mirë. Nuk është keq. Ja, tash. Mankuan, po. Për sa, për 1 orë 20 minuta vjen marrë? Për 1 orë gjysë 40 minuta, sa ora. Absolutisht. Ju jeni i rregulluar atje me vetë, me familjen, me gjitha ta shqiptar, gjitha ta emra të njohur që i kemi bukur tash. Tash kemi tjetër nivel. Po, gurbeti prapë me jetët në gurbet. Ne kem qef, një, si na si jem si matit me këtë vim, me konë pej punën në shpi, këtu në Kosovë. A në të për në shpetone e atje, ti ke shpi e di unë? Po, atje kem shpi, ne kem familje, ne ke gjë, po prapë se prapë. A prapë se prapë, e vuna të? Na, vujme na mungon vani jonë shumë, po me gjëratë foti jonë kështu është. Kur shë program, me lajme, diçka thupë se jam aty në Prishtinë, Lipjanin tim, apo në Drenicën. Jo veç unë, po fëmija, të gjithë i shoh për ditë që bojmë ve koncerte, dhe qka se me veshë kombëtare, me tradita, me... Gjithë kem qef, edhe emocionuar ku vim Kosovë, me nejtë sa, po me gjithatë fati jonë ka desh. E kështë paracitje fantastike në Minhen në këtyre ditëve, bashkë, me veshje kombëtare aty, a ke për festën e birrës, a? Festa e birrës, po, gjithashtu, po, që dërëm gjithë ato dhe bëhet të ke shumë bukur, e më bëhet në aparatën të gjithë edhe shqiptarët më rënë pjesë, po edhe, kështu, tash të dorë kalama që thëmë, këshëm para 2 dite... E festuat bukur, a? Jo, bukur, por shumë bukur. Shumë bukur, dorë kalamës. Shumë, po, dorë kalamës. Dita tani e po... Që respektoj, po të shëndjes gjithë ata të bënat realizuar atë mbrëmje, atë event të bukur. Po, mirë, po kjo dhëmbja do më thonë që nuk të ka hejsh kur për atë dhejun, ajo mungesa, me gjithatë vjen goxha shpesh edhe kuptoj, po, a është kjo, ta quajmë si shkas, për të realizuar një këngë të bukur për Gurbetin? Po. Që pe promovojmë sonte? Masë që e këm po, mas po kam drejtone me kritiku njës, se po bon që 37 vite jashtë, që këm shku që është thmi, po të e po se shumë rini, edhe shumë zbazën, edhe shumë Kosovën shumë. Po vinë shumë, a? Shumë, edhe e po është arsëshëm një kongë për ta me kënduar. Ne jam qitë nërmen që nëse kjo është dhëmbje. Po dhëmbje shumë e molle, shumë për këtë vend, po... Arrini në adhej, po një zgjidhje, gjeni zgjidhje. Adhej është adhej, keq është ke, më mënu këtu me mbet. Me mbet. Po për fat, që të bëjmë të gjithë? Ha, kush e ka realizu, kush e ka shkru këngën? Kompozitori, tekstuesi? Tekstuesin Bajram Cara ka shkruar nga Shqipëria, muzikën i modhe Kord Susaj. Kord Susaj! Respekt. Në studio, të Ermal Krasniqi, që përshëndesim edhe ato, që ka bëhe zakon bukur, inshallah edhe publikit i përqenë. Te Krasniq të realizove dhe Krasniq të knun? Po, i Krasniq. Sali Krasniqi. Një i krasin? Ka shtu e presin të publikit. Do ta bësh klip? Une po. Besoj që po. Së shpejti, e? Së shpejti, ne. Sonte po promovojmë këtu? Si gjithë mund të ti, mas pare herë, tani... Po ne hecim tutje. E po bukur shumë. Për ndryshe, e bukura është që s'keni reshtur së punuari, duke bërë këngë të bukura edhe vetë, edhe me grupe, edhe gjithmonë i pranishëm në këngën e bukur Shqipe. Gjithmonë. Dhe për të përgëzoj, falenderoj ty edhe gjithë ata dishepu i tu që bashkëpunojnë. A promovojmë? A kënojmë? Me thona e shijojmë, do të shijojmë sigurisht, mos nga bëmë e lëtë. Jo. Sepse publiku nuk e ka atë peshën e rëndë që ka pas dikur. Jo, tashtë, jem pak ma letë kemë, se kemë si përpora, që është para luftë, tashtë, kemë ma letë, po vim shpet, po shkëm shpet, i nga bosh, edhe atje pak se familja Kalablak, se cëllë edhe
me gjithat pak, nuk është gërbeti që shukon. Jena bo motra kalabla. Po. A kalëm skenën edhe kemi në këvanë dhe kritikë të bërë. Skena për ty, Sali Krasniki. Kur të shumë gjak, ka dalë ty me ka dalë flak, kanë rabura grajet e mi, që Shqipëria tjetë Shqipëri, jas ku gjvale tete me det, por të male janë ciret, e këto fusha janë shkrumbu, por shqiptare tu se këtu. Mojri rini asodit, mos ja kesh pinën i këti të ralli, amanet o amanet, kur e lisan venet e vet. Mojri rini asodit, mos ja kesh pinën i këti të ralli, amanet o amanet, kur e lisan venet e vet. Tu kam bet në pa djal, tu kam bet motra pa vëllat, tu kam bet unë zbrazu në shpi, presin këthehen djeti një dit, rënjët me tok thele dhe brishta, tu i kem qysha stërgjysha, ti këzojt mira te këti leot, kanë dojt token e Skënderbeut. Rini asodit, mos ja kesh pinën i këti të ralli, amanet o amanet, kur e lisan venet e vet. Rini asodit, mos ja kesh pinën i këti të ralli, amanet o amanet, kur e lisan venet e vet. Qka ishte kjo? Ishte kjo e tëra? Lani mirë. Ëndrën i bukur dhe zgjohuni në faqe. Natën e mirë, mirë u pasim javën tjetër.